Në vendlinjën e saj, njësinë administrative të anës së Malit zhvilloi prezantimin e radhës kandidatja për deputete e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore Senata Mehmeti. Pritja e veçantë nga banorët e zonës ishte treguesi i mbështetjes dhe dëshirës që ky komunitet ka për ndryshim, u shpreh Mehmeti në fjalën e saj. Ajo u ndal tek problemet që prekin zonën, duke përmendur përmbytjet, largimin e të rinjve dhe vështirësitë ekonomike që i detyrojnë banorët të udhtojnë çdo ditë drejt malit të zi për të gjetur punë. Programi i Partisë Demokratike ofron zgjidhje për këto problematika që prekin anën e Malit dhe më gjerë qarkun e Shkodrës, shtoi Mehmeti. Çdo ditë marr vesh që një kushëriuse, një afër më ka emigru, se nuk ka një mundësi të vogël për me punu dhe për me qenë njëri me dinjitet dhe i ndershëm këtë vend. Ne do stimulojmë shumë prodhimin vendas, do subvencionojmë dhe do krijojmë edhe tregjet e shitjeve. Partia Demokratike ka një program të qartë edhe për subvencionet, edhe për përmbytjet, për sigurimin e pronës në rast e fatkeqësie natyrore, siç janë përmbytjet në rastet e juja, 70 deri në 100% mbulim. Mehmeti shprehu bindjen se në 11 maj jo vetëm demokratët, por dhe socialistët e ndershëm do të votojnë atë dhe Partinë Demokratike si alternativa e duhur për të qenë zëri i tyre në kuvend. Ajo që unë ju premtoj me shumë vendosshmëri është se derën time do ta keni gjithmonë të hapur, telefonin tim do ta keni gjithmonë të hapur për çdo hall dhe problematik që ju do të keni. Unë do jem zani juaj në parlament. Kam edhe një thirrje të fundit edhe për socialistat. Se unë nuk kam marrë vetëm votat e demokratëve. Kam marrë edhe votat e socialistëve. Të atyre socialistëve të ndershëm, si vajza juaj, si bia juaj, ka marrë këtu që me vendosshmëri t'ju kërkoj të gjithëve tashmë, jo vetëm demokratëve, të votoni Partinë Demokratike numër 1. Mbështetja banorëve të anës së Malit shkoi për kandidatën Mehmeti dhe koalicionin Aleanca për Shqipërinë Madhështore.